se do të donim që do të kemi rezultate në procesin e afrimit sa i përket normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë. Deri më tani ne kemi parë vetëm deklarime që nga Brukseli, qoftë nga Washingtoni, por s'kemi parë veprimet e vendosura kur Washingtoni ose Brukseli vendosin që janë të vendosura për të shtyr një proces përpara, atëherë ne mund të shohim edhe veprime në teren, qofshin këto duke i detyruar të dy shtetet se mos realizimi i këtyre obligimeve do të kenë edhe pasoja, qofshin ato në agendat e tyre për integrime euroatlantike, por edhe përmes të fondeve të ndryshme përkrahase dhe kredive të buta që Brukseli her pas here ndanë për shtetet e rajonit Ballkanit, e shohim se në raport me Serbinë ka qenë bukur dorëshlir. Pra nëse deklaratat qofshin nga Brukseli, qoftë nga Ballkani, nga Washingtoni, nuk shoqërohen edhe me veprimet të tyre në stilin e shkopit dhe karotës, atëherë ne mund pres që vazhdoj kjo situatë e ngërçit sa i përket procesit të dialogut dhe mos kemi një normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Edhe historia edhe më parë na ka treguar se shtetet e Ballkanit janë të dëgjueshme, nëse mund të them kështu, apo janë bashkëpunuese, vetëm atëherë kur ato detyrohen ose kërcënohen qoftë me anë të sanksioneve apo edhe ndaljes këtyre financimeve nga Brukseli. Mirë, zoti Aziri, ndjekemi tjetër deklaratë që ka bërë presidenti serb Aleksandar Vučić dhe rikthehemi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se do të kërkojë BE-s që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të pranojnë në BE bashkërisht. Këtë deklaratë kanë dhënë nga zyra e Vučić para udhëtimit të presidentit serb për në Bruksel, ku të mërkurën do të marrë pjesë në një darkë të organizuar nga presidenti e AKE, Ursula von der Leyen, bashkë me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa. Nëse pranoni 1, 2 ose 3 prej nesh, çfarë do të bëjmë me pjesën tjetër? Si do ta trajtojmë këtë? Si do t'i zgjidhim të gjitha çështjet e hapura? Ka thënë Vučić në një panel të titulluar Konkurreshmëria Evropiane në një mjedis të fragmentuar gjeopolitik, të mbajtur në forumin Beltalk, të organizuar nga Globsec. Ai shtoi se bëhet fjalë për të ardhmen e rajonit, por edhe për të ardhmen e Evropës. Nëse dikush dëshiron të kuptojë gjeopolitikën, kjo është e vetmja gjë që BE-ja mund të bëjë, të na mirëpresë të gjithëve së bashku, pa kufimit disnesh. Mirë, zoti Aziri, Vučić thotë se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të pranohen bashkërisht në Ballkanin, në Bashkimin Evropian, dhe sa realist mund të jetë ky skenar, por nga ana tjetër cilat do të ishin edhe pengesat politike që mund të ketë brenda Bashkimit Evropian. Nëse bazohemi tani në deklaratën e presidentit serb Vučić, shohim se është një deklaratë më shumë për konsum të brendshëm politik dhe për të shprehë një lloj vullneti të tij, pse jo dhe të rreshëm në Bruksel gjatë mbajtjes së atij takimi të paralajmëruar. Pasi që nëse do i shtoj pyetja presidentit Vučić se kur thotë se gjitha shtetet e Ballkanit e antarësohen në blok për një herë, a do të nënkuptonte që edhe Kosova të ishte në këtë grupën e 400 ose 600 ose 500 e shteteve të rajonit. Unë jam i sigurt se ai do të thoshte jo, nuk e parashok Kosovën në këtu, pasi sipas diskursit të tyre, Kosova është pjesë e Serbisë. Pra është një deklaratë thjesht më shumë për protagonizëm politik të Vučićit, qoftë për opinionin e brendshëm në Serbi, por qoftë edhe për atë Bashkimit Evropian, sepse nuk mund të ketë kurrë ndërtësimi në blok të shteteve të Ballkanit, kur dihet se secila ka detyrimet dhe obligimet e veta, detyrime këto që i kërkon vetë Brukseli. Dhe në çdo deklaratë që vjen nga zyrtarët e Brukselit, ne jemi dëshmitar se
është thënë se rruga e Kosovës dhe Serbisë, pra të këtë dy shteteve në veçanti kalon përmes dialogut, përmes normalizimit të marrëdhënieve të tyre mes si dy shteteve fëmijë. Prandaj kjo deklaratë nuk bën përshtypje më shumë se sa një protagonizëm politik i zotit Vučić. E qartë. Zotja Ziri, Vučić nga ana tjetër thekson se kjo do të ndihmonte serbët, bosnjakët, shqiptarët dhe kroatët. Si mund të ndikojë gjithë kjo deklaratë? E marrim të mirëqen pra këtë deklaratë të presidentit serb Aleksandar Vučić, si do të ndikonte në të gjithë marrëdhëniet ndëretnike në rajon? Ku mund të them nëse marrim mirëqen, si që thatë edhe ju, atëherë ne mund të kemi një pacetim të rajonit të Ballkanit, ku si shtete anëtare do të mund të kishim grua ato zërat radikal, zërat të ekstremit nacionalist që të ishin më të pafuqishëm, do të kishte një zhvillim ekonomik, një zhvillim politik, kultural, në drejtim të shteteve të Ballkanit. Megjithatë, ka rrezik që Bashkimi Evropian të fillojë të ballkanizohet. Nëse shtetet e Ballkanit do të futeshin kështu në blok pa përmbushur obligimet e tyre, pa përmbushur detyrat që janë përcaktuar nga Bashkimi Evropian, pra nga Brukseli si kryeqytet i bllokut. Pra unë nuk jam shumë optimist këtij antarësimi, duke i para antagonizma që qëndrojnë mes shteteve të Ballkanit, mes popujve që përbëjnë këtë rajon, sidomos nga e kalura jo fort e largët, që shihet kudo, qoftë në Serbi, qoftë në Maqedoni, qoftë në Bosni Hercegovinë, pra këto vende ku ka pasur luftë, akoma duhet një kohë për të shëruar dhe si rezultati i vazhdimit të këtyre antagonizmave, të këtyre nacionalizmave që jo rrallëherë ndeshën, ne kishim rastin e Bosni Hercegovinës, kur ky shtet rrezikonte seriozisht zhbërjen e tij. Prandaj nuk pres që ky model i antarësimit, siç deklaron Vučić në blok të shteteve të Ballkanit në Bashkimin Evropian, do të mund të ishte i realizueshëm. E qartë, zotja Ziri, nga ana tjetër, pse është bërë kjo deklaratë pikërisht në këto momente dhe cili është qëllimi, cili është mesazhi që presidenti serb Aleksandar Vučić po përpiqet të dërgojë Bashkimit Evropian dhe komunitetin ndërkombëtar ndërkaq me gjithë të qëndrim të fortë ndaj tij për pranimin e përbashkët të rajonit? Është për mendimin tim Vučić po kërkon një pozicion më të favorshëm të TISIP edhe Serbisë, brenda Brukselit, brenda gjithë proceseve të eurointegrimeve që kanë të bëjnë me Ballkanin. Ne kemi parë kohët e fundit që sot Tirana ka marrë vëmendjen e Bashkimit Evropian, qoftë përmes organizimeve të ndryshme të samiteve dhe takimeve të liderëve të BE-s me liderët e Ballkanit. Dhe kujtoj se Vučić këtë deklaratë e ka bërë duke synuar që të marrë një rol më aktiv, një rol më serioz, një pozicion që Bashkimi Evropian apo Brukseli të jepte një rol më të rëndësishëm Serbisë. Nuk shoh se me këtë deklaratë Vučić ka ndryshuar mendjen e tij, ka ndryshuar politikën e tij, dhe është bërë më i afërt apo më optimist për integrimet të rajonit dhe duhet Serbisë në Bashkimin Evropian. Ne shohim edhe me anketat që janë bërë atje, nuk shohim shumë optimizëm tek serbët apo dëshirë të madhe që Serbia të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. Nëse pyeten serbët në Beograd, po e marrë përgjithsisht si kryeqytet, atëherë ata më shumë preferojnë lidhjet
me Rusin, sesa antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, ndërsa për antarësim të Serbisë në NATO asgjë bëhet fjalë. E qartë, zëra Ziri. Një farforme